U rikthyem nga marketingu e tash është koha që të pim nga një çaj, Tiran, një çaj kamomil nga Podravka, por gjithashtu edhe për mua një kamomil sepse është shumë i mirë. Tiran, na tregove pak më herët që je trajner për fëmijët, po nga cila mosh fillojnë që të trajnohen dhe të vinë, të mësojnë rreth atletikës? Jo, në fakt unë e kam për boks. Për boks, Për boks, zakonisht të fillojnë prej moshës 5 vjeçare, dhe diku në moshën 14 vjeçare kam grupet e mia që i ushtroj fëmijët. Po zakonisht qëllimi jam edhe pse kam filluar në këtë rrugtim si trajner për fëmijët është që jo vetëm mi përgatit fëmijët në pjesën pjesën fizike që ata nesër më bëu bokser, nuk është atë qëllimi, po qëllimi kryesor ka qenë që përmes boksit, përmes sportit fëmijët mi përgatit edhe anën psiqike, mi u përgatit këtë disiplinën, që me ditë që pa marrë parasysh çfarë rrugtimi kanë me zgjedhë në jetë të ardhme, më konë matë përgatiten edhe psiqikisht edhe fizikisht edhe për mos më jetu sfidave një performance. Pa ka ndonjë moment që ti e vren nga mosha e vogël, nga mosha 5 vjeçare, ndoshta që ai ka me të vërtetë talent që të bëhet në të ardhmen edhe një bokser i mirë. Po, zakonisht. A ndonjëherë që ndoshta edhe si themi ne javnon synin dikujt që dëshiron edhe me trajnu në atë rrugtim që ta bësh edhe një bokser. Po, zakonisht ka shumë. Kosova nifet për vendin që ka shumë talenta. Edhe në klubin ku përgatit në Sport Center ka shumë fëmijë që janë në momentin e parë si kanë kontaktin e parë me dorës, ato se ku ti filloj më japë këto hapat e parë, bazën e boksit, e shoh se kanë domethënë janë në farë janë të lindë për atë punë. Edhe në filloj mi përgatit. E si është ai momenti, si e vrente? Janë ato, si më thonë, qëndrimin, goditjet, momentin që i bën mimikat e fytyrës, që përjeton ndjenjen e boksit, ku tash brenda në ring, momentin kur është ball për ball me duke marrë pjesën në shkollë, i thonë pad working, e ka qëndrimin, atë që thonë atë aurën për me atë energjinë për më qenë bokser një performance. Po, dhe pastaj edhe ti edhe i shtyn normal i motivoj, edhe kur ju tregoj mas nej pak për karrierën time që kam nisur si bokser, mesin të këqyr, keshin, edhe dëshira edhe dëshia mas edhe motivi për më vazhdu më përpara. Po, sa të ndihmoj një urrëtie akademike në performancën tënde sportive? Po. Sepse dim që edhe fakultetin e ke përfunduar. Po, kam edukatën fizike, këtu luajnë rol shumë të madh, për arsye që përveç përgatitjes time fizike që më ndihmon me ditë më shumë njëri për trupin tam, për rekuperimin, për nutricionin, gjithashtu më ndihmon edhe për pjesën që mi përgatit, që me ditë çfarë ngarkesë fizike më jap një fëmijë, çfarë ngarkesë tjetër, domethënë mos më ngarku edhe fëmijët fizikisht, as mos më jap atë presionin e ushtrimeve që ata mas 2-3 javë më thonë se do të shkojnë ushtrime se ushtrime shumë të rënda. Mundon kjo pjesa akademike, normal më ndihmon shumë që me ditë edhe ngarkesën fizike që më jap. Po, të kthehemi edhe pak